Gazetari suedez Joakim Medin është arrestuar në Turqi me akuzën e antarësimit në një organizatë të armatosur terroriste dhe fyerjes së presidentit. Andreas Gustafsson, kryeredaktori i gazetës Dagens ETC, tha se Medin, i cili ishte në Turqi për të mbuluar protestat e vazhdueshme kundër arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, nuk ishte dëgjuar prej 2 ditësh. Erik Larsson, kreu i reporterëve pa kufi në Suedi, tha në një deklarat pas arrestimit të Medin: "Për fat të keq, shënjestrimi i gazetarëve në këtë mënyrë nuk është asgjë e re në Turqi. Megjithatë, në vitet e fundit taktikat e qeverisë kanë ndryshuar dhe gazetarët po heshtin përmes legjislacionit dhe censurës së internetit." Arrestimi i Medinit vjen në një kohë të një debati intensiv për lirinë e shtypit në Turqi. Mark Lowen, një korrespondent i transmetuesit publik me bazë në Mbretërinë e Bashkuar BBC, u dëbua nga vendi të enjten. BBC konfirmon se Lowen, i cili u arrestua më 26 mars, u dëbua nga Turqia në mëngjesin e 27 marsit. Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya kishte njoftuar më herët se 1418 persona ishin arrestuar që nga 19 marsi, ditën kur u arrestua kryetari i Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu. Mes të arrestuarve ishin edhe shumë gazetarë. 7 nga gazetarët e arrestuar në fillim të javës ishin liruar të enjten, por ende përballen me akuza. Shoqata e studimeve të medias dhe ligjit njoftoi të enjten se Yasin Akul, Kurtush Ari, Gökhan Kam, Ali Omur, Tosun Bulet Kilic, Hayri Tunuçe dhe Zeynep Kuray, të cilët po mbulonin protestat në Saraçhane, u liruan pas objekteve.